Miq dhe mikesha të check-up. Pas shumë sfidave, është momenti që ta nisim këtë emision ashtu siç duhet. Në këtë studio do të kalojmë shumë momente bashkë, do të qeshim, do të luajmë dhe do të ndajmë çdo emocion. Episodin e sotëm do ta nisim me muzikën. Dhe kam kënaqësinë që të kem sot dikë i cili do të na flasë më shumë se çfarë ndodh në këtë botë të muzikës. Nuk po mbasim shumë kohë, ju ftoj ta zbuloni se kush është dhe kthehemi në studio. Një artist i ri dhe shumë i dashur nga publiku. Niki Zaimi e ka nisur rrugtimin e tij që në moshë të vogël, duke u udhëhequr nga babai i tij, Alket Zaimi, i cili është një ikon e muzikës shqiptare. Niki është fituesi disa çmimeve në piano, fituesi grupi më i mirë për 2 edicione rresht tek Tirana Art Fest, një konkurrent me performanca të shkëlqyera në X Factor dhe gjithashtu pjesëmarrës tek Kënga Magjike. Niki vjen për të na treguar më shumë në lidhje me projektin e tij më të fundit dhe detaje për sa i përket karrierës së tij. Niki vjen me videoklipin më të fundit, i cili ka dalë në datën 8 mars, për ditën e nënës, sigurisht për tematikën që besoj çdo shqiptar e ka pikën zemër që është pika e dot që gjithë. Në kemi neve vëlla, në kemi para më shumë aty do më ti thot ai madh s'e bëmë ndemin. Edhe po të pyes është shohësh telefonin tim, ke telefonata nga mami plot. Çfarë di? Vera mos e pyet se i kam ja 4 cop tani që janë mes të kohë duke ardhur për këtu. Nëna është pika më e dot e gjithëve, ta dini. Ja, këtu e Si shpaj ndiqni dhe pani, këto janë backstage-et e videoklipit. Na folshim shumë lidhje me këtë. Tani, klipi është shkruar nga Reis Hasho. Reis Hasho është një nga personat që ka pasur guximin në kohën e internimit që të marrë studimet jashtë, domethënë është arratisur të marrë studime jashtë dhe të kthehet në Shqipëri për të shpërhapur këtë dije. Nga kjo gjë është internuar, është burgosur dhe me sa më kanë thënë nga historitë që më kanë inspiruar domethënë për ta bërë këtë lloj këngë, është që gjatë kohës që ishte në burg, shikonte çdo të burgosur që takonte familjen e vet. Por duke qenë se ishte internuar për këtë arsye, gjithashtu dhe familja e tij ishte e zhvendosur në pika të ndryshme të Shqipërisë, domethënë që mos ishin bashkë. Edhe teksti këtë thotë që unë shikoja të burgosurit ditë për ditë që takonin nënat, takonin bitë e tyre, domethënë dhe unë nuk e bëra të gjë sepse të kisha larg edhe pak më vonë, domethënë sipas rrethodës së ngjarjes ishte që nëna ndron jetë dhe është inspiruar për të shkruar tekstin. Domethënë në fillim të klipit thotë që është e bazuar në histori të vërtetë sepse na e kanë treguar domethënë si legjend gojë më gojë për këtë situatën që është prezantuar klipi dhe jemi munduar që nëpërmjet disa propeve, domethënë si ishin uniformate, domethënë ato janë historikisht korrekte, sepse njëri është oficer, zhveshja e oficerit të kohës ateshme, tjetri është oficer, janë të sakta, domethënë oficeri i kohës, ushtari i kohës, që ishin në përbuzjet e spaqet të kohës, domethënë një film i sill në është gjys film, gjys film. Po, bashkë me kemi përpjekur ta bënim në burg të real, por që nuk mundesh dot sepse duke qenë burgosë të tjera atje nuk e bënin dot dhe u munduan ta silnin tek këto kangjlat që ishin, domethënë është një strukturë e Ministrisë Kulturës aty që mban gjithë dhe jep atë idenë. Po, dhe jep idenë, besoj që e kanë kuptuar që është burg. Në fakt sepse kjo është një detaj që edhe duhet të dalin në pasit. Normal, që të jetë historikisht korrekt që mos të ketë luhati dhe deviacione nga historia e vërtetë. Po si fillim, si ide, si lindi bashkëpunimi? Tani, kënga ishte ideuar nga poezia. Domethënë poezia na ka ardhur nga një miku jon shumë i mirë, quhet Renis Hasho, që ka sponsorizuar gjithë këngën. Renisi është djali i autorit. Dhe na e ka thënë më pasion historinë, unë në fillim e kisha si ide që do e kompozoja si këngë do e bënte dikush tjetër, por që
duke u krijuar kënga më erdhi domethënë pasioni për ta kënduar vetë se lëshoja do të këndoj shumë e bukur. E ndjen të jena E shumë ndjeva dhe thash do e bëj vetë. Kjo është po. E kjo ndodhi, domethënë dhe ai ka qenë domethënë shtysa më e madhe për ta vazhduar këngë. Kam pa që është edhe babi jot të info. Tani në fund të titrave thot gjëja e parë thot Alket Zaimi regjia. Kështu që ai e ka marrë në dorë bashkë me Rinon që përshëndes fort është Elite Production që ka bërë klipin dhe montazhin. Dhe babi është marrë në çdo detaj, ka gjetë të tëra me veshjet e çunave të bandës domethënë. Kitara, kemi një kitare që pagetore është e hedhim nga maja e gurores që ishim. Në çdo detaj e ka gjetë ai, unë kam qenë figurant, domethënë interpret. Nuk kam dorë te klipi fare, është klipi babit, po, është klipi babit, po. Nuk kam dorë fare, bëj çfarë dua, shmerr në dorë, unë jam aktor sot. Po ti po ndjek hapat e babit si thosë. Babi jot ka gjithë jetën në muzikë. Babi ndikimi babi, domethënë për muzikë rock, babi është ikona e muzikës popullore sigurisht, po që ëndra e parë aty ka qenë domethënë ëndra e parë e ka realizuar se ka bërë një album me këngë rock, nuk e dim ku është ajo. Do ta gjeni dhe pamjen e këngës, po ta shohësh çan si këngëtar popullor, gjën si rocker, me motorë aty, xhup lëkurë, lek lëkurë dhe po që është shfrytëzimi për muzikën rock. Ai ma ka dhënë, ai ma ka ushqyer, prandaj këndoj rock se është ai fajtori. Ai ka fajtor. Po. Se kemi parë në skenë me babin. Po. Në këngët e para kam qenë me babin, ai më shtyu për të kënduar se unë kam qenë tasterist. Kam qenë pianist një herë, pastaj për tasterën. Ka qenë backstage. Po. Kam qenë mbrapa babit, domethënë. Ku më ka thënë, nëse do të jesh instrumentist, që do jesh gjithmonë mbrapa me e tha. Këtë më ka goditur gjithmonë, aty fillova të e ka qenë goditur. Po, ka qenë goditur, ka qenë që po mirë të këndoj edhe ja ku jemi. Këtu mbi X Factor. Nuk e dija që do arrija në këtë pikë, me thënë drejtën, nuk Nuk i thënë spontaniteti është gjëja është më ideale. Që të preka një skenë kaq të madhe dhe të isha i lirshëm pa pasur emocione, nuk e imagjinoj ato. Me që jemi tek babi, të bëjmë pyetjen lidhur me babin se jo të gjithë e kemi fatin që dalim të jemi në një skenë me babin këtu. Si ndjesi si është? Tani kuptojmë pak shumë në popullin më i thjeshtë. Është edhe mirë, po është edhe keq. E mira është që di që e ke supportin tënd më të madh aty afër, po e dyta është që e ke jo si hije, e ke ndoshta si kritikuesi më të madh. Jem dyshime që kritika gjithmonë kur të vjen kritika gjithmonë nuk të vjen domethënë ta mendosh mirë, kritika në radhë të parë të vjen jo si goditje, po si një gjë që të bën të mendosh. Edhe ajo është ndoshta gjë e keq që nuk është, po thjesht ajo është bravo. Dhe tek sfida më e madhe që kam pasur që është X Factori, se kryesisht aty ishte me kulmi i karrierës time deri tani ishte X Factori. Domethënë ta arrija në atë lloj. Po, dhe babi ka qenë aty në çdo javë, në çdo live show të mundshëm, në rresht të parë. Një nga natët ka qenë dhe në skenë se hipim motor, dy çuarat e motorave që kemi te grupi jonë, i hipëm dhe bëm një si tip koreografie tek skena. Dhe ai domethënë ka ndier emocion më shumë se mua, dhe ma ka thënë ti je në rregull, unë më plas zemra natë për natë kur të shoh këtu, se është do e kuptojmë në një ditë si. Të më ka thënë, ja, do e marrësh vesh kur të bësh baba vet. Edhe është emocion i madh. Po dhe kur e ke babain që është artist në atë parë, është goxha emocion i madh. Që është një ikonë të thotë. Po, normal, ai ka një jetë që vetëm punon për muzikën, domethënë, dhe normalisht që e ka pasion. Po, ka jetë nikues dhe pasionant për punën time, normalisht. Po ti vetë si do e ndaj pjesën e muzikës, më shumë pasion apo më shumë si një nevojë individuale që do të shfaqësh diçka, një mesazh, ose si ndjehesh një emocion të momentit? Tani unë si këngëtar kam pasur qëllimin që në këngën time të përcjellet mesazh, çfarë do lloj teme që të ketë.
Këngët e mia që kanë nxjerrë kanë qenë të gjitha vetëm me tematikë që t'ia përcjelli dëgjuesit të mirë, dëgjuesit të keq. Mesazhi që përcjell teksti dhe melodia e këngës. Si do të thonë shumë më mirë është kënga e kaluar, kënga e nënës që përrotullohet komplet rreth situatës së tekstit, komplet. Domethënë sipas zhanrit tim, normalisht se dhe roku është pak le të themi kontrovers në Shqipëri, se nuk dëgjohet shumë në Shqipëri, domethënë dhe e kam si nuk themi si një mur, nuk e di si mund ta shpjegoj ndryshe që do të përballen sepse këtë mentalitet ka pasur Shqipëria gjithmonë, kjo është Dora Babel by the way, ja. Po dhe në detaj mos kam filluar të këndoj sepse unë do të shfryesha emocionalisht që ta nxjerr atë pasionin që kam për brenda, shumë të shfaqesh. Kam pasur një lloj filmet e mia dhe të Benuja që kemi qenë bashkë. Ka qenë hera e parë që unë bëja një live që të kaloj 700-800 veta audiencë, domethënë dhe si fillim e kisha me emocion. Pastaj java e tretë e tutje ka qenë vetëm pasion për të kënaqur audiencën, vetëm për sa të ndihesh tamam në shtëpi. Po, ajo, sa të ndihesh si i lirshëm, atje fillon të është si punë e makinës, të thonë që fillon e ndjen si pjesë tënde. Po, normal. Po e ndjeva makinën në jetë, po në fillim isha kështu se je shofer i ri, isha tamam me para. Tani me dorë kështu, tek një dorë të mashim në rregull. Po, sa e takon pjesës së muzikës, se nuk kam pas fatin tim të venu vetë shumë ditë, se që të edhe punonin bashkë. Po në qofse e lidhim do më thëmë me muzikë nga vitet 80-90 edhe me shekullin 21. Si e shep këtë evoluimin? Tani, është diçka pozitive, negative, si e mendon ti? Ka jashtë Shqipërisë po bëhet muzikë shumë e bukur. Brenda Shqipërisë ka marrë një kthes shumë të keqe për mendimin tim, sepse po rrallohen këngët që kanë mesazh, po rrallohen këngët që përcjellin emocion të mirë, domethënë. Unë di të them që nuk ka muzikë të keqe, secili ka në formën e vet për ta shprehur artin që ka, por që këngët siç kanë qenë në vitet 80-90, po edhe 2000-sha flasim, 2010 nuk po bëhen më. Por ditë të them që ato kohë kanë qenë kohët kur krijoheshin himnet. Këngë si të Aleksandrit, si të Redonit, si të Eltonit, si të Aurelës për shembull, si të Brezit të Ateshëm, vazhdojnë e këndohen dhe tani në 2025. Dhe kjo do të thotë që ka qenë muzikë e mirë. Po, kjo ishte një nga pikat që do kapesha në fakt, se si ka mundësi, si këtu, po edhe jashtë vendit, po edhe këtu, që këngë të viteve, po them 80, 90, 2000, vazhdojnë këndojnë dhe sot, dhe këngët që dalin sot që mund të jenë më shumë investim, më shumë teknologji, fillojnë harrojnë. Një muaj, 2 muaj, fati madh 5-6 muaj dhe venites vej. Ka të bëjë dhe avancimi teknologjik, është bërë çdo gjë një fragment 30 sekondësh. Nuk ka një këngë, kënga nuk si person dhe unë, një këngë pos na tërhoqi 30 sekonda e para në një swipe. Po. Dilte një këngë atëherë ta dëgjoj në kaset, ta dëgjoj në disk apo në ku çka ka qenë në mënyrë në radio për shembull, dhe do ta dëgjoj të kishe vëmendjen të 3 minuta të plota të këngës. Ka të bëjë kjo domethënë dhe se di domethënë jemi bërë një lloj audiencë që do vetëm thelbin, do vetëm përshëndrimin e këngës do ta dëgjosh si të plot. Kjo ka të bëjë shumë besoj, por edhe materiali muzikor. Besoj që ka pasur një pikjat, jo po pikjat shumë e madhe, nuk po ta mendosh domethënë në ato vite, duke si shumë vite. Ja 20 vite bën, 25. Nuk kanë do që nuk ka qenë kjo lloj mediat sociale apo që mund të hapen masivisht e këto. Sot po ta shohësh shumica synojnë që po bën në TikTok, që të shfaqet shumë. Po, ja dole. Kjo është edhe unë e pyesja të shpestikam si që në ato vite s'ka pas TikTok, Facebook.
Kjo atëherë ka pas veç radio, valla. Veç Veç radio. si në skena stadiumit. Plot. Ditë llafi gojmë gojë, domethënë veç nga radio, nga televizionet, domethënë e vetëm mënyrë që ti të shife një lajmërim për një koncert ishte nga radio, nga televizori. Media më e madhe e suksesshme nga që televizioni, që po të dilje atje e kishte Në rregull, po pra, ajo është tani secili mund të bëjë një këngë në shtëpinë e vet, mund ta nxjerrë në shtëpinë e vet, mund të bëhet nga ana e klikimeve të flasit, mund bëhet virale direkt. Kemi shumë më të mirë, për shembull Billie Eilish, është bashkë me vllajën e vet kanë bërë këngë në dhomën e vet gjumit. Dhe tani ku janë fitojnë 5 grek në vit, e kupton? Dhe sepse nuk bën muzikë të keqe, por që është dhe mundësia e kësaj kohe, që është dhe e mirë, por është dhe e keqe, njëkohësisht. Po patë influencën e keqe në muzikë, atë do ndjekin. Po patë influencën e mirë, atë do ndjekin prapë. Gjithsesi është tamam piketa që ti që të kesh, imagjinoj pak këta që kanë qenë të viteve 80-90-2000, të kishin këtë teknologjinë e sotme. Si mund të ishin? Nuk e imagjinoj dot. Nuk s'kthej se nuk e domethënë ato kanë të bukur se janë të vjetër, e kupton? Bënin muzikë me ato lloj pajisjesh, me ato lloj cilësi e video, e kupton? Ka gjëra vetë e bukura, që domethënë të jetë rezolucioni 480p, domethënë, është ajo është e bukur asaj. Dhe më shumë shijojnë. Era më shumë shijojnë, normal. Se po shohin video 8K, Po pra, nuk e shumë të ftohta, shumë bosh. është tjetër lloj emocioni që ka pas atëherë dhe s'besoj se kthehet më. Është asaj kohe do ngeli asaj kohe. Po do bëhet më mirë tani e duhet të bëhet më keq, kështu që. Në fakt kjo gjë është vetëm tek muzika, apo se po të shohësh kalojnë pak edhe te pjesa kinemas. Po, Dhe filma. Po, ne me Po, për shembull kemi pasur fatin më të madh që kemi pasur kinematografi shqiptare të pasur. Domethënë siç kemi pasur filmat e vjetër shqiptar, nuk e dia ka në botë. S'kthehen më. Nuk e dia ka në botë si kinematografia jo. Nuk e di. Domethënë kanë pasur një lloj strukture, një lloj teksti, një lloj skenari që të asaj kohë Që nuk dalin nga mendja ato lloj teknologji që kemi pasur ne nuk e di, por së fundmi ka disa përpjekje në kinematografi që po s'janë prapë artikull ka të boshlishe. të paktën ka, se kishte një periudhë për shembull nga 2000 deri në 2010 Asnjë s'kishte asnjë gjë, asnjë film, domethënë. Por që tani me këto vite e fundit sigur ka disa që po nuk të duken pak njësoj. Sari varet për këtë flasim, Me gjithësi, se nuk i caktojnë dot kështu veçanërisht, po që dhe ai si lloj filmi është ka të mirën e vet se është film shqiptar, është produkt shqiptar, çfarë gjë që bëhet në Shqipëri që është ndryshe, ja vlen të bëhet. po që ajo që do ta lidhja unë është mos ka mungesë idesh apo që vjen kjo ftoja si në filma, që e lidha filma me muzikën, si në muzikë. Ka, domethënë ide ka plot, por që është ajo që të stopon sa vlerësohet. Normalisht që ti nuk do bësh një film që ka idenë perfekte, por që dishesh që një audiencë shqiptare nuk do e pëlqej. Ka edhe mbështetja në fakt se Të bëhet shumë ide. është dhe ana financiare, të bësh një film do goxha buxhet. Dhe ta bësh këtë pa, domethënë duke e ditur që s'do eci, i bie herë lekun dëm. Nuk e kanë gjithë atë luks për ta bërë, domethënë. Por që ka akoma disa përpjekje të disa serialeve dhe filmave shqiptar. Kishte dalë një serial tani Nietzsche, nëse e ke parë, ajo ishte E kam që ka dalë kështu. gjithë nuk e di ata çfarë janë, nuk e di domethënë e kam qarë. Ajo është përpjekje shumë e bukur për të bërë një gjë, një ide të bukur. Domethënë që është arritje, Që mund të shihet. që ja vlen dhe shihet. Më është një gjë ndryshe, nuk është si serialet e rëndomta që kemi parë më parë. Më është një gjë ndryshe, është kontroversë, ka një humor të jashtëm, domethënë, e kupton, dhe ta bësh në Shqipëri është guxim e parapunës, është edhe Sukses. avancim dhe sukses. Po që besoj jemi rrugë të mirë. Inshallah. Me që jemi të filmat, unë po bashkëpunoj së fundmi me një studio, është një kompani multimedia, le të themi, Etern Media quhet, merret me montazh, me filmimet, me produksionet, postproduksionet, së fundmi dhe audio që janë 10 pjesë, po.
dhe kanë disa projekte shumë, po shumë të bukura filmike, që janë, domethënë, me ide të bukura, pa e pasur problemin që do eci apo nuk do eci. Kështu që po janë akoma plane që po bëhen. Diçka më shumë ato do apo? Kaq do them, po janë gjëra të bukura. Janë filma të bukur dhe ide të bukur. Dhe kaq mjafton ta hedhësh atë. Po, më afërta është një seri mini filmash me secila me mesazhin e vet, por që ja kaq, edhe kaq zbulova shumë. Nuk e kaq shumë. Po, Themi të muzikë. po, ishte me muzikë. Doja të dija te muzika jote, po çoj muzika jote stili jot. Cilat janë ato elementet bazë që e bën të dallohet ke ti? Gitara elektrike para punës, bateria e fuqishme dhe basi me lojë bukur, sepse duhet domethënë me që jam këngëtar i live-it që performoj me bandën time, me çunat e mi duhet ta përshtas sipas lojës së atyre, domethënë. Edhe po kam të treja në rregull, jam shumë rregull me pjesët e tjera, sepse di që kur ta luaj live këngën do jetë siç e kam regjistruar në studio dhe do e përcjell emocionin, besoj afër 100%. Kuptoj, me që i futën edhe çunat Do. në sejf, vendi. Ja, Shohim. ndjeni këto. Ndjeni, po, ndjen. Domethënë, po bazojmë tek filmi i Queen, banda Po. Bikon. Dhe ka pas shumë momente që ata edhe ziheshin bashkë. Kishin dikush vonoi, dikush po. këndulte. I kemi Ja, kemi ca situata tona të temi se rastis që ndodhi diçka që nuk duhet të ndodhte, nuk po jap detaje, ishte keq kuptim, por pas çdo krisje, pas çdo zëke që kemi pasur, jemi prapë bashkë, kështu që zëkat janë, gjithmonë do jenë, në çdo grup do jenë, dhe një kolegja ime dhe një këngëtar shumë e njohur në Shqipëri më ka thënë nëse keni kaluar 2 vjeçin që jeni bashkë, s'keni bërë ndarë asnjëherë. së ndajmë. Në rregull, pse jeni ndarë tani? Jeni në rregull tash. Si muna ata që thonë që po të lidhesh në moshë të vogël, shumë. Po e ka ndonë thosë, pastaj. Po e kemi kaluar në rregull, s'kemi bërë ndarë asnjëherë. Dhe kështu po ecë, besoj sepse kemi arritur një kimi që i rastojnë që që nëse s'kemi një nga çunat që për arsye personale nuk vjen dot, do të marrim një zvendësues, nuk është e njëjta gjë. Kupton, neve kemi arritur një lloj lidhje në të luajtur muzikë që është goxha unike. Edhe jemi goxha po s'e njëri mirë, nuk është asnjëri mirë. Po jemi të katët mirë, jemi perfekt. Putet ajo Hallka që bravo. Putet Hallka edhe janë shumë mirë. Janë shumë mirë. Po të pyes, ndoshta na zbulon ndonjë gjë, cili nga ata domethënë vonohet më shumë ndonjë. Vonohet. Tani Po ke dones, apo jeti? po jo, unë jam i pari, gjithmonë i pari jam, po varet, për live jam i pari, për prova jam i fundit. Kështu që një pjesë parë. Po, kështu që po vënohen çunat se janë me punë, e kupton. Rastis që janë me punë, po jo, jemi mirë. Nuk e kalojmë limitin, jemi mirë. Nuk vonohet asnjëherë as më shumë as më pak. Me këzihesh më shumë aty. Me lidon zjen shumë. Zjemi veç për muzikë. Do të bëhet kështu kjo, po bëhet kështu thot ai tjetri, edhe hajde hajemi ne të dy. Secili i synon të vetes. Në kokën tonë nuk njëri pjesë tjetri, por që zgjidhim në fund. O imi ajo veta. Zjemi. Do të jo zën me vërtet, po debat konstruktiv. Po. Me tonë të larta. Çfarë ndodh në Vegas, ngelet në Vegas. Çfarë ndodh aty, ngelet aty, ja. Zoja, fix fare. Në kohë që keni një ide, këngë, mund të jetë kudo nga çunat aty. Si sillen kjo bashkëpunimi, kjo sjellja në jetë, si komunikimi, si ndodh? Këngët që do të flasim për këngët origjinale janë Këngët që bëni ju si mend. po i bëj duke pasur zotësinë për të luajtur në gitare, në tastiere dhe në bas, jam vetë ideatori i parë i këngës le të them. Më pas ja përcjell çunave dhe mblidhemi në studio, domethënë i dëgjojnë çfarë kam luajtur. Për shembull Dio kitaristi e dëgjon çfarë kam luajtur e bën si një kitarist i vërtet, jo si autodidakt që jam vetë domethënë në gitarë.
dhe jam do të thënë, e thash dhe më parë që i përshtas sipas lojës që bëjmë ne si band, e kupton, dhe thjesht luajnë si për asaj që kam bërë unë, domethënë emocionin tim dhe e bëjnë akoma më mirë, sepse e kuptojnë çfarë është dhe e bëjnë sipas gjës së tyre dhe kështu me rjet piqe kanë po. Lidhin ato elementet, si me kuzhinë. Normal. Dikush këtë, dikush atë. Dhe domethënë në çdo këngë që kam pasur deri tani kanë qenë solot, për shkak të Dios, ka qenë në bazë ka qenë lidhje që ka luajtur lojën e vet. Bateri nuk e kemi pasur kushtin që ta regjistrojmë live, por që së shpejti do bëjmë edhe këtë gjë. Por që sa më natyrale tjetë krijimi, aq më bukur del në fund, kështu që e kam pasur si gol për ta bërë, domethënë që sa më natyrale, sa më mirë të jetë emocioni i parë, aq më bukur të jetë produkti final. Ja. Tu jemi me superpozim, nuk jemi live, po që bukur dhe kështu. Po që e batin ta. Nëse ti shfaq gjithë ata njëse. Se kanë edhe televizion. Duhet një fsheti diçka. Po ty si të pëlqej më shumë të këndosh shqiп apo anglisht? Varet nga audienca. Neve kemi fatin që performojmë në vende që ka turizëm. Dhe kur 80% lokalet është i huaj, ne sigurisht do bëjmë më shumë të huaja, por që si ndihesh ti? Ja, normal të dyja. Ka disa këngë shqip që mua më prekin shumë, domethënë. Dhe nuk do i bëj se s'bën se mi do shpirti për të kënduar, por ka disa këngë për shembull që audiencës së huaj ja prezantoj si shqiptare. Ne përshë i them në anglisht që we'll do an Albanian rock song. Edhe ata hapin veshët se s'kanë dëgjuar, edhe bëjmë për shembull ja kuferin, bëjmë na livitetojmë, bëjmë këngë domethënë shqiptare rock. Domethënë që janë standardet dhe ikonat e rock shqiptare. Dhe ata shoh disa herë, më ka ndodhur shumë raste live që kur ja duke kënduar shqip, krijnë Shazami. Që i bën search çapo këndon. Dhe kjo më pëlqen shumë se e kuptoj që janë të lidhur me muzikën. E kupton ne vetëm çfarë është kjo, edhe u pëlqen. Po pëlqeu edhe domethënë që më bëj punë të mirë. Ka kishte një detaj që shumë i lezet, se vetë mundi as ta pyesa me Shazami kjo. Po, janë tuaj që për shumë hapi Shazami kur këndoj shqip. Dhe ju pëlqen, dhe është e bukur se tregon që muzika shqiptare ndonjëherë është e bukur, ne është shumë e bukur për tuaj. Atë që kemi. Se kemi një pjesën e ushqimit, se shumë tuaj thonë se ushqimi këtë është. Dhe kultura shqiptare jemi shveça e veçantë nga gjithë bota, se kemi gjë ndryshe. Janë sa. Hajde hami va. Kombinohet. Ushqimi me muzikën, kombinohet fiks. Po do me thëmë, po bëj një pyetje kështu që pa lidhë muzikën, kuptohet? Çunat edhe babin. Me kë ka më shumë kohë në studio ti? Në studio, me thëmë drejtën, në shumicën e kohës jam vetëm, por që kur krijojmë, çunat bëjnë punën e vet, domethënë që luajnë, me babin krijoj. Me çunat domethënë luajnë si për asaj gjës, domethënë që kemi krijuar, me babin krijoj. Domethënë ka kënga ime parë që kam pas këngë magjike, domethënë 2022-shin, kisha bërë një këngë nga e para në mënyrën time, domethënë, e kisha bërë domethënë si kompozimin tim të parë. Edhe refrenin asaj këngë e ndryshuam domethënë në mënyrë që të jetë pak më e pranueshme për publikun shqiptar, se kishte një lloj influence nga muzika e jashtme. Dhe tha babi, tani jemi në Shqipëri, vend çella. Vend që dhe ajo këngë ka pasur një linjë që kur e këndoja live, atë linjë që më dha babi, ajo është fiksuar njerëzve. E kupton? Edhe babi javdi. Ja, ditë e mirë. Ditë të fshetë. Edhe po veç atë pjesë më ajo kënga, se është një këngë që ka e vjetë domethënë, edhe më kujtohet gjithmonë që këtë pjesë e ka shtuar babi. Dhe ashtu me vete fiks fare, me babin do krijon. Që dëgjoj se normale. Si të fjala shliç, po e tha, se e një ligj muzikës. Kushte të ta babi. Fiks. Themi tek skenat.
Cilat skena të pëlqejnë ty më shumë të jesh pjesë televizive, skenat mes qytetit apo këto lokale që i dedikohen muzikës live? Shpyti e vështirë se ka, domethënë secila ka emocionin e vet. Live-et kanë emocionin e veta, televizioni ka emocionin e vet. Emocioni më i madh, besoj që më ka përpjer ka qenë pallati i kongreseve. Për herë të parë kam qenë në hera e parë që dilja në një skenë aq të madhe. Domethënë as dia të ndoja as mirë atëherë. Edhe më ka përpir totalisht se kuptonin domethënë aty ke ndjekur gjithë koncertet e po. Aty ke ndjekur gjithë koncertet e idhëve që dëgjon, domethënë. Dhe të jesh vjet atje duke kënduar, të jep një lloj emocioni që nuk e përshkruaj dot. Në herën e parë kam qenë më vinte më vinin dy projektora në sy, edhe nuk shifja asnjë gjë përballë, fare, as njerëz, as të më shpërqendroj komplet, domethënë. Ku jam këtu? Ço po bëj valla? Çfarë po ndodh? Ku jam? Dhe ka qenë një lloj prezantimi i keq për mua, domethënë për mua me skenat e mëdha, por më mbas kësaj kam pasur skena të tjera si amfiteatri, kam qenë pjesë e T-Rocksit, festivalit të rockut në Tiranë, kam qenë pjesë me grupet shumë njohura, Jericho, Boygen Lago, Eugentin, ka qenë Briosat atëherë, Burn. Ishte edhe banda ime që ishin të rinjtë e qytetit atë moment, dhe mos ta njihte njëri live i parë që kemi bërë. Edhe duke parë reagimin e njerëzve që na i pëlqeu, aty fillova të kisha një lloj suporti ndryshe nga ajo që kisha kaluar tek pallati i kongreseve. Në ditën kohë sapo kisha filluar edhe tek Venuja, tek Aurela, që duke pasur dashurinë e njerëzve të jep një lloj tjetër emocioni. Të ndihmon shumë. Po, aty është, domethënë, po e marr mend vetë që është goxha skenë dhe ka goxha pesh performanca jote aty, domethënë. Ka dinamik. Po, dhe do të jesh gjithmonë, do të japësh 100% vetes se posa dhe nuk e përcjell emocionin. Dhe tek X Factory ka qenë ja po na doli në foto, ato me ne, më shumë ka qenë shkollë. Për skena televizive ishte shkollë për mua. Domethënë, në qoftë se tani që jam i rraur me skenën edhe me televizionet, në qoftë se nuk do kisha X Factorin, do kisha një lloj, domethënë tjetër lloj performance, se nuk do isha më aq i lirshëm sa çam tash, sepse atje ishte një lloj, do ishim nga hëna deri të shtunën, prova me skenën, prova me ndriçimin, prova me performancën dhe duke qenë gjithkohë pjesë e skenës televizive të madhe. Skena X Factor është nga skena më të mëdha televizive. Nuk më bënte më përshtypje asnjë gjë tjetër, sepse isha po arrita këtu jam rregull me të tjerat. Dhe për pyetjen, emocioni më i madh është normalisht është skena televizive, por është edhe live-et dhe skenat e live që jemi më shumë kanë një lloj gjë tjetër, pak më është publik, po, më qef, më interaktive, por normalisht emocioni më madh është tek skenat televizive. Në pak fjalë, Dhe skena e teatrit është shumë e bukur, këtu jemi në teatr, është tek Will Rock You. Kjo ishte një tjetër lloj eksperience, nuk di ta përshkruaj fare. Kjo ishte, mos i futemi. jo, ishte një gjë, u bëra aktor për herë të parë, kupton, po këndoja për herë të parë me mizë, me këtë mikrofonin që nuk kisha kënduar ndonjëherë, se zakonisht jam mësuar me mikrofonat që i largoj, i afroj sipas dinamikës së këndimit. Unë kisha një pyetje në fakt, si thosh më do që pyetëm atë që thej se pyetja ishte që ai sheh vetë në një pjesë filmi. Ma thea të bashkëpunim. Ja, jo se jam aty, se jam aktor, thjesht jam për pjesën audio, por kam pasur një eksperiencë, me thënë drejtën, kam bërë digital mbi para shumë vitesh, kam qenë i vogël, kam bërë një për histori shqiptare dhe unë isha atë pjesa e pellazmëve. Ishte kështu film pa dialog, por që ishte eksperiencë shumë e bukur, se ishte si tip aventure, gjithmonë sa thënde nuk e di ku ikëm. Vende të humbura, ishte domethënë kishte arritur bari deri këtu. Imagjino domethënë sa kohë ishte pa prekur njeriu atë. Domethënë edhe ajo gjë e bukur është, por që ja lëm të ardhmës.
Po më kërkuan në një rol, vlla jemi të hapur, po na kërkua të erdha. Do të thonë Po na kërkua të erdha. Niki ne kemi këtu. Kush do që të bëjmë filme? Ja ku jemi. Edhe në audio, kemi kështu që Një nuk e të punë. dhe paguaj 2, jo paguaj Një për ty. Diçka se tani s'po shoh edhe fotot edhe ti veç muzikës edhe tani nëse ti ke edhe stilin e veshjes se ke veçantë. Në shumë lidhje me shumë se domethënë në shumë skena ke shumë veshje të veçanta. Po. Kjo është vënë në pa, domethënë nga njerëz që nuk merren vetë në veshjen time, merren babi kryesisht merret, por Babi po. babi është datori i veshjeve. Në X Factor, domethënë kjo veshja është e Miranda Dupit. Kjo me xhixha me gjëra kështu, në çdo performancë time që kam pasur nga java e 3 diçka tillë deri në javën 14 është kuruar Miranda deri në detaje, domethënë dhe më ka qëndisur le të themi, ka qenë goxha boost për stilin tim, domethënë. Ti plotson dyja dhe imazhin dhe vokalin, kështu që është kënaqësi të dëgjosh. Unë kam pas kënaqësinë Që herët. në të thënë të kam pas në shumë hapa. Ndër hapat e para, sidomos atje ka qenë goxha eksperiencë e bukur tek Aurela. Në atë ditën që kam qenë fillim atje, më duke ke dalë me atë që ke dhënë me kapelen, po nuk e se ajo ka qenë veshje. Tani një nga fotot që përdorun akoma për poster është ajo foto. Është me kapelen. Po e gjeta. Një shumë e veçantë. Ajo është, unë e përdor akoma për fotot, ja për ta gjej. Ja ku vjen. Po. Ta gjejmë redaksionin. Të përdorim ne. Këtu ma ke vërtit, nuk da vë. Më duket se po. Pra, Më duket se po. unë të përdorim për postera, dhe tani për postera prit, mos kam një poster këtu. Prit. Ja. Foto poster. Të shkot shumë ja. Po, bravo. Kam pasur apelin, kam pasur goxha, kështu e përdora shumë në për evente skena. Të jep një imazh, nuk e di, shumë e çantë. Të jep një gjë tjetër, domethënë. Të shef ndryshe publiku, domethënë. Me leat një pak më thash, që si në imazh, nëse të kombinojnë audio me video. Po. Nga ana teknike. Po, normal, bëhet lidhja do direkt, domethënë. Dhe atë ka të bëjë nëse të shef publiku me atë stilin që ke ti, identifikosh si artisti që të njohin. Domethënë këtë kam përpikur që të bëj kryesisht. E ke idenë që bëjnë disa kuize që vendosin një pjesë foto e syt ose për shumë diçka që thonë e dalloni dot kush është ky, që shumica i gjeni, kupton. Ti mjafton të vesh kapelen. Po, normal. Po ti je single apo në një lidhje? Jo, single, ja. Domethënë gjatë lajmeve kështu ngacmime gozash ke Po tani është pjesë e lajmit. e live nuk kemi që bëjmë. Do këndojmë, po ndikës. Të gjitha ju gocat single dhe ju le kontaktin e këtij, po. Mos e hapaj shumë, ani. Dhe shaka. Shko me Një pjesë tjetër për veshin, ka qenë një nga javët që kishte më shumë ngarkesë këtu. Domethënë kishim për të xhiruar para se ishte emisioni ishte live. Kishim për të xhiruar kemi që bënte vocal coach jon që ishte Kamela në atë kohë, që përshëndes fort. Dhe kishte një veshje tjetër. Veshja e performancës time ishte veshje tjetër. Dhe unë do të xhiroja këtë, të ndrohesha, të vishë të dilja prapë në skesë isha i pari, domethënë ishte kjo performanca domethënë që ishte përshëndetse. Dhe më pas u ndrosha dhe dilja për performancën time. Sa kohë kishe, sa minuta? 1 minutë. 1 minutë kohë. 1 minutë, dhe ishte e forta që të shpjegoj veshje. Kishim prezantimin, domethënë që bënim rreshtimin skuadra djemve, skuadra gocave, skuadra mix. Dhe dalim me veshin që kisha për të bërë performancën me Kamelën. Okej, mbaron performanca me Kamelën. Thot atleta, okej, bukur djem, bravo. Fillon Niki. Unë isha akoma sket. Shem atë veshjen që isha me Kamelën, do t'ika tek backstage për 60 sekonda që ishte klipi im, që do me në çfarë kisha bërë gjatë javës provave të vëllezërit që ishte java atëre.
ishte veshje e bardhë, domethënë ishte tip oversized jacket me mahona të ritale të bardha dhe me kanatiere. Veshja që do të vishja ishin pantallona lëkure, çizme që do të mbërther shumë gjëra, domethënë kopsa budalliqe. Dhe Kisha një këmish, domethënë veç kopsat e këmishave sa kohë donin, sipër kësaj kisha një tip jeleku që ishte kështu si tip plumb, po ishte gold. Domethënë ishte mezi vishës, ishte goxha e ngushtë. Edhe unazat budalliqe të vija shpesh sa unazat nuk ndajnë nga performancat. Dhe tek një nga vitet dallohet që unë ja futur me vrap sa ka filluar kënga, sepse domethënë e kam arritur për nuk e di 62 sekonda ka bërë atë. 2 sekonda vonesë. 2 sekonda vonesë, ajo vrapimi ishte 2 sekondë, dhe dallohet që nga Dari Lena, mentorja, u ngrit në këmbë se mezi po e priste, kupton, inshallah e arrin. Se ishte goxha dinamik, se do të dilat ishte live, nuk majtë emisioni si isha i parë, dhe hapja una shfaqet, domethënë. To janë sfidat e live-it që... Themi edhe për veshjen, që të ta kesh dhe veshjen në kohë është goxha sfidë më vete, domethënë. Imagjinoj me 1 minutë kohë. 1 minutë kohë u vesha, ndërkohë që jepe klipi dhe hipa dhe prapë në skenë. Kështu që nuk është e lehtë, ta dini. se shumë komentojnë që mos çfarë bën pa qenë po, ishte një siklet i pa parë, domethënë. Është kjo pjesa backstage që jo të gjithë e di ç'më do Po. është kushtetuar në vete, Normal, është komplet botë në vetën një brava, se di domethënë. Hallë mbaja kemi në artistët të përzore. Ja u çaj hallë. Nga një anë, dhe së të thuash, ju shtofshin hallet, dhe të të shtoft puna. Po hallë patëshin bëj. Më shumë se ka shpe. Niki, është momenti që të të bëj një loj të vogël. Okej. Se Çaj loje? ti që folën në lidhje me skrinave këto. Në më thënë, do shfaqen disa fjalë teksti, po thënë fjalë të vogla, dhe të shohim sa i njefti këngët, sa më zna e këndosh një gjë. Sfidë e E vogël. bëjmë. Besoj që do i diçka shumë e lehtë. E mirë. Ana jote besoj. Vajse ke bërë ti vllajt të shohim tash. Tu okej. Se di fare këto, ose di këto, bro. Me këtë këngë nga dalë për herë të parë. Put your love again, baby, 'cause I'm begging. Begging. Të vazhdojmë dytën. Begging. O zot. Një të në time. Ka qytë qatë. Kërëm për ty pa ta nevoj, po shumë bukur, Sandri. Di biri. O, me ro flat, e si që të e shumë më t'i largë. Po, bukur. Edhe këtë e kemi. E dua mjetën e linit e dojmë. O, mi ko flat, pak që të si për shpirtin tonë. Po. Sa shumë që kam e buar, si s'më shkoj as pak në mandje. Se ëndrat që për ty thura, do më jep një kaj shumë dhe mbje. Po, se ëndrat që për ty thura, din. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more. Ishte shumë e shpejt. Hit the road, Jack. Welcome to the Hotel California, such a lovely place. Such a lovely place. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Oh, Hotel California. Më ndihmo që me këtë spekatët. I shot the sheriff. All around in my hometown, they're trying to track me down. They say they want to bring me guilty for the killing of a deputy. Po, edhe kjo është këngë kriminalish kjo. Me cila veshje mund shkon dhe... Me kapelën. Me kapelën. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. Bon Jovi. Kemi shpirt e zemrën. Ja ku feri mor ku je, trasin malet me piskam, 30 krena i ka pre, me 7 plak por i në kam. Një histori me këtë, një histori se kam zërë shumë bukur me këtë. Kam qenë live në Lezhë. Kam qenë në Lezhë.
për festën e birrës. Dhe unë normalisht do bëja këngët e Djemëdetit. Edhe e kam pasur fillim që e bëja me sa plak por ri në këmbë. Po ajo është në kam, e kupton se në dialektin atyre vjen njëri për pas më ore, ç'është kjo në këmbë tha, dhe në kam, ç'është kjo ri në këmbë. Nuk jemi këtu tha, jemi në lesh, bëj siç është për të thënë tha. Edhe ishte kështu që tani e bëj tamam se më goditi thash okay se harrova se jemi në kafe Felena ndonjëherë që Ishte për ka zona ishte sill. po në këmbë do e bëja në këmbë. Ti vazhdo. Jo tani, o Zot, jo tani, shpirtin tim jo mos ma merti. Sa shpejt I kap o zot. Mama, take this badge for me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door, po. Po. Fix. Kjo është Long Tirani prit. You know I saw Fila këtë qiktë. You know I saw Miss Susie right around the track. You know I saw Miss Susie right around the tracks. She lost her home and family and she won't be coming back. Po, kështu është mua. Po, shtash. Mos qaj, kjo është një nga këngët që mua më këpot. Të mos qash. Mos qaj për deke në njeri, I lëm më njanë, kështë e fadhe të zi. Nëse kemi fuqishme. Me këtë janë këngët që una shfryem një laj. Never meant to cause you any sorrow, never meant to cause you any pain. Purple Rain, kjo. Keep your eyes on the road, your hands upon the wheel. Keep your eyes on the road, your hands upon the wheel. Horace Blues, The Doors. Përta këtojtë. Kjo mo. Ja, këto më kapë, këto më zdore mo. Nëse me 10 sekonda vëse e gjenë. Qa është fjalla parë? Thunderstruck. Oh, Thunderstruck është. On the ground in the middle of the railroad track. Po. On the ground, and I knew there was no turning back. Po, fix, bravo, ja, turp, se gjeta këtë. Ska që ndodhin e lapsus. Ishte lapsus, ishte moment dopsie. Defekt teknik. Pse më vjen kjo e Dire Straits a më të pyet. Wow. Ta 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 ta. See me right down on the sunset on your color TV screen. I'm for all that I can get if you know what I mean. Duket. Po, ajo është. Sono fuori di testa, ma diversi da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Po. Këndon e Ti vetaj. t'ja bane. Ti të më di fare ato di vetëm, ato fjalë di tani vetë. Shot in the heart and you were to blame, but you get off a bad name. Bon Jovi. Jo me këtë hapjam duket, jo me qa hapjam të këvenuja. Still loving you, edhe këtë bëja me vonë duket. Po. Do na I kënoshë pjesë pastaj. Në mbyllje. I fitova 8 pikë, duket I bëra. Ka që kishin? 20. 20. 20. E sa I gjeta më këto të gjitha? Gjitha I gjeta. Më të sa dhe jeshkin e 18 pikë. Se më gjësi I gjeta direkt, për shumë. 18 pikë, ja. Mora 9, për start. Jo, e gjetë, e gjetë. Në më tha ato, dy të desh më pak, Po, më desh pak, po s'kaj. Në gjetë. Bullën. Niki, është, ma më i keq ta mbyll në fakt. Kemi herë tjetër Se plot. të naqëm, po. Kjo është një ftesë. E di kush lezeti kësa, se si të thua shumë, këtë sezon, po quaj sezon, tani po e nisëm këtë episod me Nikin, edhe Niki më tha që Unë e kam podcastin në tim të parë, kështu që jemi të dy Po. me shumë
vuajtje. Po e mbyllim këtë episod. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit juve për ftehën, shumë faleminderit. U kënaqja edhe shumë. Po, ishte. Zbuluam edhe ndonjë të fshehtë tek këtu. Ju ftoj të shihni edhe klipin dhe këngën më të fundit të Nikit. Edhe të themi suksese në vazhdim në planin që ke, sepse pak në zbuloj, po që s'po të pyes, sepse do të ftoj në kohë që do të thëjtis. Shumë faleminderit. Në mbyllje, do të lutesh ajtë një pjesë të vogël Të kujt? nga kënga hapse që bëhet e muja. I still loving you. Time, and it's time to bring back your love again. I will be there. I will be there. Çakoja. All times. All but God. Po, të ngojën. Niki, kënaqësi. Shifemi në episodet në vazhdim. Bye. Bye.